Policia e Kosovës ka njoftuar për një arrestim të ri që lidhet me hetimet në vazhdim për vrasjen e arresterit Muhamet Lika, ngjarje që ka tronditur vendin dhe ka mobilizuar institucionet e sigurisë në vend. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha, ka bërë të ditur se gjatë ditës së sotme është arrestuar një person i cili është djali një zyrtari policor. Njëri nga 7 arrestuarit në lidhje me vrasjen e policit Muhamet Lika është djali një zyrtari policor. Këtë e ka konfirmuar drejtori i përgjithshëm i Policisë së Kosovës, Gazmend Hoxha. Gjatë ditës së sotme është arrestuar një person i cili është i biri një polici, në shtëpinë e të cilit ne kemi kryer bastisje me qëllim të verifikimit të çdo mundësie është sekuestruar arma zyrtare. Është armë zyrtare e Policisë së Kosovës të një polici që punon në policinë e kufirit, prandaj mbetet me u qartësu mos rastësisht është përdorur në këtë rast apo raste të tjera, ka thënë Hoxha. Sipas tij është bastisur shtëpia e këtij të dyshuari dhe është sekuestruar arma zyrtare e babait të tij me qëllim të verifikimit të mundshëm të përdorimit të saj në këtë rast apo në ndonjë rast tjetër. Me qëllim të identifikimit të çdo mundësie është sekuestruar arma zyrtare, prandaj mbetet për të verifikuar mos rastësisht është përdorur në këtë rast apo në raste të tjera, ka thënë ndër të tjera Hoxha për këtë ngjarje të rëndë e cila ka tronditur Kosovën pak ditë më parë.